Me pezullimin e tarifave të reja të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ministrat e financave të Bashkimit Evropian kanë 90 ditë që të mendojnë se si do të arrijnë një marrëveshje tregtare me Washingtonin dhe si të koordinojnë përpjekjet e tyre për të përballur me tarifa më të larta nëse vihet në plan skenari vendosjes së tarifave të reja nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti Donald Trump pezulloi të mërkurën për 90 ditë tarifat reciproke prej 20% që ai vendosi Evropës më 2 prill. Negociatat me Washingtonin për të shmangur tarifat më të larta trajtohen nga Komisioni Evropian, i cili është përgjegjës për politikën tregtare për të gjithë Bashkimin Evropian prej 27 vendesh. Nëse do të arrihet një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara për tregtinë brenda 3 muajve të ardhshëm, ndoshta në përputhje me propozimin e Bashkimit Evropian me tarifa zero për të gjitha mallrat industrial, problemi do të zgjidhej. Por një rezultat pa marrëveshje është gjithashtu i mundur, i cili do të linte përgjigjen në duart e 27 qeverive të Bashkimit Evropian që do të duhet të ndihmojnë sektor industrial të goditur më rënd. Industritë më të prekura janë çeliku, alumini, makinat, druri dhe farmaceutika. Tarifat amerikane prej 25% janë tashmë në fuqi për çelikun, aluminin dhe makinat. Banka Qendrore Evropiane dhe Komisioni Evropian vlerësojnë se ndikimi i tarifave të Amerikës në ekonominë e BE-s do të jetë i konsiderueshëm dhe ekziston rreziku që Bashkimi Evropian të bjerë në recesion.